Ne jemi 3 vëllezër që merremi me përpunimin të vajit të ullirit prej 7 vitesh. Duke me parë që kërkesa ka marrë një hop të madh për eksportin, ne kemi menduar dhe kemi marrë një linjë të re, një pajisje të re, të vitit 2024. Ky sezon, këtë vit ka qenë një sezon i dobët në përgjithësi, për shkak të kushte atmosferike dhe për ndoshta dhe zhngërci që nuk ka më eksporte dhe fermerët nuk kanë që të lera të punojnë dhe kanë më shumë. Po normale, është ngjaci s'ka, na jo i kanë vajra në shpira dhe kjo ka ndikuar më shumë më tepër tek fermerët. Nuk kanë të ardhur për të bërë shërbimet. Po shitet vetëm në treg të brendshëm dhe u bëjnë thirrje vetë qytetarëve të marrin jo në treg të sipër, në fabrika të punimit. Një cilësi të garantuar, duke parë na vijnë shumë klientë që kanë filluar që vinë e shohin vetë udhëhirin, derisa presin vajin direkt në fabrikë. Këtë vit është shitur me 6500 lekë litri në fabrikë. Por kërkesat të pakta janë, nuk e se janë kërkesë të shumta. Kemi dhe një kërkesë që bëjmë një eksport për në Amerikë. Kemi bërë vjet një sasi për 10 tonësh dhe presim dhe këta vit, inshallah, e bëjmë një eksport të dytë për në Amerikë. Po, kemi një kompani, një distributor që bashkëpunojmë dhe kemi transportojmë vaj dhe udhë për kripje. Por, normale që ishë për një pikë grumëllimi, se edhe fermerët i ndihmon dhe ne. Ky sezon, këtë vit ka qenë një sezon i dobët në përgjithësi, për shkak të kushte atmosferike dhe për ndoshta dhe zhngërci që nuk ka më eksporte dhe fermerët nuk kanë që të hedhin plera, të krahasis, të punojnë dhe i kanë lënë ashtu. Po normale, është ngjaci s'ka, na jo i kanë vajra në shpira dhe kjo kanë ndikuar shumë më tepër fermerët. Nuk kanë të ardhur për të bërë shërbimet. Po shitet vetëm në treg të brendshëm dhe u bëjnë thirrje vetë qytetarëve të marrin jo në treg të zi, por në fabrikat e përpunimit të një cilësi të garantuar, duke parë na vijnë shumë klientë që kanë filluar që vinë e shohin vetë udhëhirin, derisa presin vajin direkt në fabrikë. Këtë vit është shitur me 6500 lekë litri në fabrikë. Por kërkesat të pakta janë, nuk e se janë kërkesë të shumta. Kemi dhe një kërkesë të bëjmë një eksport në Amerikë. Kemi bërë vjet një sasi për 10 tonësh dhe presim dhe këta vit, inshallah, e bëjmë edhe një eksport të dytë për në Amerikë. Po, kemi një kompani, një distributor që bashkëpunojmë dhe kemi transportojmë vaj dhe por normale që ishë për një pikë grumëllimi, se edhe fermerët i ndihmon dhe ne. Po. Keni bërë ullirin si vjetë, si duke prodhimi shumë i dobët. Është i dobët
si kemi hedhu gjallë, si kemi shitur vajtë të vjerë. Si vjerë mi pashitu, i vjerë mi pashitu. Po së ode, ti jepaj po sangje ti bën tujte, ashtu është edhe prodhu. Po së ode, unë na 25 ku di bej. Na 25 që kam prodhuar. Aty e kam. Stop. Edhe ishi vjerë mi prap pashitur. Pa qa kërkojnë? Shqipi e shaj tjeshet 20 cile, 30 cile. Unë doa ta jap një hershi komplet. Mendo se do të krijet një pikë grumullimi, do të ketë pika grumullimi, ta grumullojmë. Po. Do ishte më mirë për ju? Po shumë mirë do ish. Qysh nuk do ish mirë për neve. E di që edhe ashtë një hershi. Prodhim dhe është nga koha. Edhe mungese shira dhe këto tëra ja. Kështu. Vajnë e vjeqën e keni shitur? Edhe kemi shitur, edhe kemi akoma. Ku s'ka trek që do? Me 6.000 lek kilja. Ku ka kile 6.000 lek? Kile ulli vaj, të sotu vaj original bio me 6.000 lek kilja. Ku ka? Më thoni mua juve. Atyre, nuk e mos shitur vajnë që prodhuan vjetë firmerët, me ndo se i kanë nën pas dore ullishtet si Po, tërë janë pas dore kanë. Në vlesim. Edhe koha, edhe njerëzit kanë iku të gjithë. Mundësi se aqe kam unë. Janë pensionistë, më shikoni kështu majore. Janë pensionistë, pa parataj, me 100.000 lek. Edhe si vjetë nuk ka një treg? Nuk ka treg, ku ka treg? Qëfar do të bëjnë? Qa do bëjmë, ta mbajmë ati më nga. Edhe daljem pasaj fare, nuk do punojnë me avullit. Ja, kjo do vetë. Urdo? Do t'i praktisni? Po, praktisja po, do tali, do ikin fare gjithu. Kjo thonë mirë vetë me ullishte, me qëfar do të bëjnë ka një? Me ullishte, mbajmë bakti e shkot, subvencione s'ka. Për qa do të është? Kaq deshe ti, kaq ta.